Momente historike beso. Gjeno. Mbyllë mos na kapin. Prit mo. Hes. Na detyroj protesta mor bes. Të bëjmë 3 podcaste brenda 2 javësh, vëllai, s'ka ndodhur ndonjëherë Si duhet. në historinë e njerëzimit, po duhet. Miq, duhet. Kur mediat janë të shitura, Dalim ne. Ç'a kërkojmë ne? Vetëm 400.000 euro. Flamurtarët e fjalës së lirë. Jo, jemi në një moment, edhe unë ndjej që jemi në një moment shumë të mirë ne. Më pëlqen që jam shumë krenar për ata njerëz që dalin aty. Se ti beso ke dalë më shpesh, ke qenë dhe më i përditshëm në protest. Përdit ke qenë pothuajse. Po. Vërtet është situatë shumë që të bën krenar, më bën të ndjem shumë mirë që jemi si të bashkuar. Çfarë pritet ndodhi tani? Nga domethënë qëllimet e protestës. E pra këtu mbasim ne se. Jo, e di si është, jo. Çfarë po dalim? Çfarë kërkojmë? Unë nuk e di. Jo, nuk është puna çfarë kërkojmë. Është problemi që shiko tani se ka disa pozicione. Kan dal kërkesat. Kan dalë pra kërkesat. Okay. Doli dikush tani zyrtarisht është gjithë protestuesit bashkë, është një fraksion i protestës të nuk e dim. Ideja është që protesta nuk po pranon as politikan, kjo është ideja. Po thotë që apo jo, mos hajde. Po i pranon, jo më i pranon. Jo, ideja që domethënë është edhe kundra Berishës dhe kundra Ramës. Edhe Nuk pranon që të vinë edhe ta marrin kështu sikur po e bëjmë ne. Atë ajo s'pranohet, sa ashtu kanë ardhur të gjitha atë. Të gjitha të partive të vogla kanë qenë aty. Tiku ka qenë aty, Tiku besoj. Po ishte pak karike. Ishte pak karike. Arlin Qori është Të gjithë janë, po, edhe ai shehaj Agroni, po. Tash normalisht që të gjithë duan ta marrin çikse, nuk është që Po, patjetër. Po që prapë tash dihet që është e njerëzve kjo. Si të duket beso situata? Se kemi bërë 130 episode në këtë podcast, në këtë stacion të fjalës së lirë, në këtë media të pavarur që e bën njerëzit e thjesht për njerëzit, për popullin. Që kërkojmë një donacione, po kjo na duhet thjesht për suportin për punën. Që Jo për të fshehur lajme. Po jo për të fshehur lajme, më plak. Si e ndjen? E ndjen që ka një herë ndryshimi, është diçka. E mirë, është e mirë. Është e mirë dhe mua se Unë jam goxha skeptik në të tilla raste. gjithmonë ke qenë skeptik. Po kjo është e mirë se e ndjej ato, domethënë ndjehet që po e bëjnë vërtet njerëzit. E vërtet. Dhe mund të ketë duar kështu, domethënë nuk po e eliminojnë fare këtë mundësinë e një dore të huaja se po që jo se po e organizojnë ata, se gjithmonë po që gjithmonë për turma në protesta ka ka dhe armiq, po ka edhe protestues profesionist. Po, ajo ka ta, nuk kemi duket tash, unë po të shikosh sa fytyra janë, kështu që skanojnë në gjithkohë, shikojnë kështu. Po mirë, e përgjithshme është një protestë popullore, E përgjithshme që janë ngritur njerëzit vetë, po. pra, domethënë unë edhe nuk janë ngritur për një detaj apo për atë punën e tokave në nart apo janë ngritur se u asaruan po. U asaruan njerëzit me atë që panë, domethënë e zon tokën me qëmba, e morën zvarr atë tjetër Po. dhe asarohesh. Erdhi aty ku zmarrë me vërtet. Ajo ishte ajo di që do bëhej i rezorti, nuk është Po. se dinin njerëzit, e dinin, po kur ndodhi ajo pastaj u bë edhe Miq. vetë nga ajo dola. Vazhdoni kështu miq. Nesër më shumë, siç është ajo, më pëlqen shumë ajo, shumë e bukur. Nesër më shumë, kush e ka gjet, je i ftuar në podcast, kushdo që ti jesh. Është shumë e bukur. Më pëlqen, më frymëzon, domethënë çdo ditë e mendoj, ore po dalë ta mbaroj të punën vetë edhe unë aty të jem. Është shumë e bukur kjo ndjesia, shumë më pëlqen. Bravo, sinqerisht, bravo të gjithë miqve gjithë që shkojnë atje e ndjejnë që ka një gjë shumë bio ajo, domethënë shumë e pastër si protestë. Edhe paqësore, po vinë njerëzit me fëmijë, me kalamaja. Po. Edhe s'kan fare me rakse apo boça do ndodh. Po ditën që u goditën me ujë, u lagën me ujë. Ça ishte atë? Ishte ti atë ditë aty? Po, këto donin të tregonin sikur do bënin çik rezistencë. Ja këto lojrat kot që. Episod kod domethënë, ishte edhe ja shikojnë çik nervin protestuesve. Okay. Se ndoshta mund të ishin kthyer ato me aq pak se më keq, domethënë më fort nuk do ta çonin. Po, ka qenë dhe dita ndeshjes me Izraelin dhe kam pas shumë frikë mos kishte në se ka dalë dhe pak kjo gjas me anti-Izrael prej Kushnerit të Zvernecit, edhe nuk dun kurse si bëhet një incident
Më duhet shmang me çdo Ai e kush. goditi me grush në fushë po. Po, ja plasi Elsedi. Po shiko, ideja është që duhet pak kujdes në këto, se është një protestë se s'duhet një llosët në asnjë Ishte një fraksion. provokimi aty nga policia. Nga policia thua. Më duket çik si. Unë mendoj që thjesht donin të shikonin nervin e protestuesve, se ndoshta thanë, "Ore, po u kthyer me kaq pak këta, i fikëm." Po, u kthye njëri. Po kush do kthej fëmia 4 vjeçë? Jo, nëse do trembeshin nga uji dhe do Po, ta linin po. protestën fare. Jo. Mirë, një pyetje kam. Po. Qa pretendohet të arrihet, domethënë në fund Tash Okej, rezultatet e dy protestës? Tani- pikat kryesore, ha. Pika kryesore është që të dorëqet qeveria. Jo, jo. E pa negociueshme. Jo. Po çfarë është? Kryesoret janë të kthehet ligji i këtyre i I investitorëve strategjike dhe i paketave maleve. të maleve dhe Po, i po shitet vendi kështu me pasurive 1 euro. kombëtare. Po, do këto janë dy kryesoret. Po. Edhe të dorëqet qeveria, më kjo është kryesorja. Po ajo nuk ndodh, ajo nëse do riqet kjo qeveria sepse vendos të dëgjoj protestuesit, duhet të themi që hajdeni prapë se ju që keni tamam. Pse? Se u dorhiqkeni. Ju na dëgjoni. Po jo më Shiko, kjo është më shumë presion që i bëhet që jep dorëqen se s'mund të jap Po dorëqen. nëse kanë dalë këto të dyja si pika, janë gjëra që ti mund të diskutosh në tavolinë. Ore, po dakord, Po. është i zgjedhur nga populli nuk të do më blek. Po nuk është kaq kollaj tash. Po mirë, mos e shkollaj. Çau ikti. Se shkollaj çai bie të bëj. Dolla ka Shiko. njerëz që e duan. Shiko, opa, sa hapem një temë shumë bukur. E di ku është problemi im o plak? Është që ky sultani duhet ta respektojë mendimin e njerëzve, vëlla, mos Po një e respektoj thotë ai, më kanë votuar. Çfarë respektoj? Dakord, ata që kanë votuar. Në rastin konkret, po çan do tani e ka, po janë lufti bride iraniani, rusi. Mirë, ai Po çajën do budalliqe. Po bën propagandën e Po vet. si na bën budallën e kështu tani, po çfarë është kjo muhabet? Si vjen turpo? Ai do bëj vetën tash normale që. Iraniani jo. E po. Iraniani të rrezoj shtetin me 3 maile që të vodhi. Po Gjithë iraniani databazët. nuk ekziston fare tash. Po çan do muhabetet tani? Ja, mua këtu am vjen nada, respektohet turpën olla. Mos y krye neç. Respektohet olla. Në fillim doli kështu me arrogancë. Si Pastaj filloi po kthente fjalë. Po. Doli një në fillim tha ai projekti do bëhet. po, Ka marr fund. Pastaj dolin mbas ditë tha, po shikoj se nuk është se ka tamam projekt, po do bëhet se do më duket që i ka po pra, i ka ca ujëra kështu, ndikuar, respektohet më turpën. E ka marrë një mesazh të fortë. E ka Unë e marrë, ndjes ka e ka marrë një mesazh Besoj. të shumë të fortë. e ka masazhuar mirë. Mesazh më thash më njerëz. O Nice, si të duket ju se ti s'folë fare. Faleminderit Nice. Sheknajsi. Si duket protesta? Si e ndjen? Si e shef? Shumë e bukur, domethënë shumë shpresdhënëse. Kështu si protestë, shumë më pëlqen. E bukur është, e bukur. Duke njerëzit që janë kështu si të kënaqur vetë nga Po, po. Edhe ka bë dhe gjenerate e re me Edhe më rrjetet pëlqeu sociale që janë shumë shmend edhe fare. kjo që edhe në për shtete tjera shqiptarët janë Po, janë organizuar edhe jashtë, shumë e bukur. Po i organizon Nilsa dhe çmet fare të bër kështu pjesë jo si i thon kështu luftë guerilla se plak ua bravo i qoftë dhe jo Po, kjo mirë, kjo aktivizëm kur duhet. mediat heshtin kështu Kjo aktivizëm Po, po. se ishte shumë shumtuar kjo e mediave Dorën tona, veten kështu hapur fare. skandal. Bile një media nuk e di se kush, mos gënjej syrim duket, nuk e di, nuk jam e sigurt, po mos ma merrni. Më e vjella në të gjitha. Nuk e mundet mos jetë kjo, se nuk e mbaj mend, ishte kështu, kishte kapsa foto që ishin pak njerëz Ne, dhe pa ja po syri, shpërndat, Plak, po shpërndat. bie numri protestues. Ua, Po su sa- vjen zor. plak, kjo është patetike fare më burr, është si mua vërtet si ju japim ne buk këtyre më valla, buk ta valla. Ti çojmë buk. Ore, shiko, di, nuk është se nuk e dinim që Si mund janë t'jen të kaq kapur, shumë? Po, edhe kaq apo. Po ka ish legena. Po duhet dal hapur kundra gjithë regjimit, sepse ne e konsiderojmë regjimin sigurisht vetëm Edi Rama, që o ti ke Edi Rama, po ti ke Edi Ramën, ke mediat, Po, janë Ke- shumë gjëra të lidhura. ke shumë, ke oligarkët, Ke salën. dy nga këta nuk para përmenden, mediat dhe oligarkët, që janë pjesa më e Jo, mediat rëndësishme. përmenden apo. Tani po. Kjo protestë e nxorit, po nuk është se kritikohesh, më shumë i Për kritikonte oligarkët- Rama, Por mediat. oligarkët nuk është se më duket sikur ka shumë lidhje tash në këtë pikë. Po oligarkët kanë bërë të njëjtën gjë që po tentohet bëhet zvërnec, është shiko. bë kudo në për jug, edhe s'është ngret njëri. Duhet
më thënë duhet adresu dhe ajo me që erdhi rasti. Jo, shiko patjetër ne. Mos ngelet vetëm te Zvërneci, se Jo, është çështje dakor. shumë e vogël. Jo, tani Se nuk është me njerëzit Zvërneci. nuk kanë dalë për Zvërnecin, aty me thënë Jo, drejt. tani është Janë çështje është e mushkupa. gjitha, po. Shiko, këta oligarkët kanë bërë, nuk po them. Problemi është që nuk kanë bërë në zona që kanë qenë të mbrojtura kështu siç është kjo. Ora edhe mund të kanë bërë, po tash duhet marrin çik. mirë, jo në këtë masë. Duhet marrin çika Ore, po pasapi kanë, gjëra. nuk është puna te zonat e mbrojtura ose jo, ore, kanë marrë tokat njerëzve më burr. Të po, Me atë s'bëhet fjalë për me ditë. presion Po, po, ekonomik. Ditë për me ditë, po gjitha. patjetër. E po këtë duhet ta rregulloj ai që do vi apo që Po jo pra se ata s'mund janë të dalësh shumë tash i- fuqishëm, se kanë fuqi Regjimi po i aq, kënore pa po oligarkët njësoj aty. sa Edi Rama. oligarkit do ketë gjithmonë. Se hapëm një temë të bukur. Do më lini t'ju shpjegoj një gjë si ekspert që kot. Tha Rama diçka që më goditi, edhe e lidha direkte me këtë që më goditi fort, që na kanë frikë armiq tha se do bëhemi perle e Ballkanit, edhe perle e Europës me turizëm. Do ofrojmë turizmin elitar më të mirë të rajonit dhe më thash. Edhe mendova pak o plak si njeri që punon në turizëm. Mendova pak konkurrencën tande, shife kë kemi konkurrent. Kemi Greqin, që ishu që ka Greqia dhe gjithë historinë që ka si shtet edhe ekonominë që ka, llojit e turizmit që ofron Greqia. Kemi Kroacin o plak. Që kur të vete mendjat e luksi, është Kroacia e para, edhe pastaj mund të vish çdo shtet tjetër, edhe mbase Italia ka lënë sa herë për turizëm, luxury turizëm që i thonë. Ke edhe Malin e Zi që edhe pse ai vend i vogël plak, e ka gjetë shumë mirë atë gjën e vet, kemi edhe ne. Këtë Italinë se ke. Italia plak është superfuqi, krahasohet fare me ne. Doja të thoya që ne tani në këtë gjithë situatën, si një shtet që do të bëj turizëm, ne jemi në krahasim me këto jemi si ti prostitutash. Domethënë ne themi hajde ti plako, investo këtu, po ti je kush duash ti, nuk më intereson fare domethënë. Edhe me këtë ligjin e investitorëve strategjik dhe me këtë paketës së maleve. Këta i thon kujdo që hajde merre këtë tokën ti punoje. Ka që me Shqipëria 1 euro. Po, ke taksa të ulta. Ke bësh të duash plako. Jepi vëj bombën ore. Ore problemi është që nuk jemi as si prostituta, jemi kështu, ata na marrin, Po na nxjerrin lekët dhe pastaj i futin prapë në xhep. Na lën ti marrim merr. Po e i shohim ne. Se ne, domethënë, shqiptarët përfitojnë ndonjë gjë nga Po jo mo. turizmi elitar. Edhe jo problemi është që si mund të krahasosh ti me këto vende, kur këto vende o plak kanë strategji mor vlla, prej vitesh, strategji që kanë vajt aty. Janë të ndërtuar. Kroacia, se po flasim në Kroaci në plak, se Kroacia u bë kështu sot për nesër. Kroacia ka vite që atë gjën që po bën sot e ka vjelur në mënyrë të perfekte. Se ç'a bëri? Kroacia kishte shumë turista. Si ne, si Shqipëria, që ke pafund turista çdo fundjavë, edhe kjo të shkakton shumë probleme, se ke konsumim shumë, shkakton shumë plera, shumë probleme, Do të shumë menaxhuar ajo që është. Edhe ç'a bën? Filluan me një strategji. Ne do fokusohemi te turizmi i luksit. Dhe ruajtën vendet që kanë ato si mesetare, Dubrovnikun, çan këto Torpanjen e këto qytetet e tjera dhe i shfrytzuan ato për filma, për turizëm, kështu me eksperienca me gjëra, më kupton? Një. Po. E dyta ngritën çmimet. Që të hiqnin këtë publikun ose turistin cheap. Këta që vinë me 15 euro Po, deri në 6 muaj. jo që në ta, domethënë dhe unë kur do të shkoj në Kroaci mendoj dy herë se them është shumë shtrenjtë vëlla. O do vesh aty të derdhesh ose s'ka. Dhe u fokusuan te portet e jahteve, bën porte për jahtet, vinin bosat aty me jahtin. Domethënë strategji e mirëfillt. Dolëm ne tani ignorantëri Me që tek resort, ne nuk ndalen dot një lokal të ta mbushim me shezllone gjithë bregun. Do bëjmë ne tani turizëm luksi. Ne s'kemi shanse më plak. Se e pare punës, nuk e një ligj rregullator për pronat. Kemi akoma njerëz që po vriten me njëri tjetrin, sepse i ke bë vet. E dytë e punës, i jep tokat, i shpërndan tokat sikur të jenë karamele. Hajde paketë maleve thotë, kush do të investojë në veri? Hajde plako, 500 parë të fitojnë, ë? Po çu nuk i muhabet. Ka edhe ligjin e investitorëve strategjik, pastaj që mund të vi kushdo të marri parkun kombëtar të Butrinit dhe ta bëj aty, të bëjnë një striptease club, Dhe privatizojnë pastaj, Po. me aq vite sa i marrin. ta bëjnë biznes. Më kupton?
kjo nuk ka të bëj me shqiptarët nuk duan investimin dhe nuk duam ne dhe jemi ne idiota se i themi jo. Duam investime të mira. Ne duam investime me strategji, o do na trego planin, o vlla, ku është plani? Ç'a strategji e ke? Do bësh atë Zvërnecin? Okej, bëj. Do e bësh Sazanin, po bëj edhe atë, po ç'a strategji? Ç'a do ndodhi? Kush do vi? Kush është target grupi? Ç'a leku do sen? Ç'a vende punë do hapen? Do kot valla, unë se kuptoj, të bëjnë për budallak kështu gjatë. Po, prandaj janë asaruar njerëzit ose është Keq fare më burr. Po ti bëhet ore zvar pastaj në Po fund. se shiko sa probleme është valla. Domethënë, të duhen njerëzit njerë. Të duhet strategjia, të duhet ta si i thon ta zbatosh, pastaj ti mendon për investimet valla, ç'ky muhabet. Të hedhin lekët ta, ti sjellin ta, prishë vraje këtë natyrën këtu, ç'a për ç'a? Po edhe investime kështu do të krye miliarderë dhe kështu që do vinë atje, ajo do ta bëj Se Shqipërinë. kuptojmë valla. Nuk e kuptojmë për zotin o burr. Tani shiko, ne i kemi të probleme se kemi dhe shumë probleme që na ligjet çfarë është ai 7501 që pas komunizmit që u shpërndan tokat jo te pronarët e vjetër, po u shpërndan te ai që punonte. Dhe kjo të krijoi një konflikt shumë të madh. Kjo është e vërtetë që prandaj vriten njerëzit sot me lloj-lloj mënyrash edhe me lloj-lloj ekzekutimesh se ka shumë mosmarrëveshje. Domethënë Enea ka pas tokën para komunizmit, ka qenë ku diun 10 dylym, viun unë e punoj, Enea se lejon. Tani në një vend të tillë plak, prandaj dhe qytetarët e shprehin qartë që aty janë vjet tokat, janë bërë siç e the edhe ti Niçe, oligarkët kanë vjet toka, po plak. Mos fol pra, mos u krahaso fare, mbyll e gojën aty. Mo tash ideja është vetëm atje që nuk ka njerëzit duan transparencë, duan të dinë çfarë ndodh, më jep informacione për të gjëra. Por pastaj neve nuk mund edhe të krahasohemi as me Greqinë, as me Kroacinë se e hëngër drejt që ne e kemi shumë, nuk është se kemi vibre këtare, patjetër që kemi. E kemi prel. Edhe kemi prel, po tash nuk mundet çdo plazh të bëhet resort, jo, pra, do shkojnë në tjerë ato vëlla. Ose bëjmë strategji, do i bësh të gjitha resort, po një pjesë çfarë do bësh? Gjithase për shembull Dubrovniku, atë pjesën mesetare të qytetit e ka të paprekur plak. Sa ata e dinin që një moment do e shfrytëzonin, se çfarë do ai resortin e ka në një USA olla, po çfarë do vjet të xhiroj film aty? Që je si market ku di uniksi. Do vi të xhiroj, do gjej një vend tjetër olla me mure, me gjëra, me lesë macaruana, plerat. Pushoni. Mos na krahasoni me asnjë vend. Po vend. bëhet resort luksi aty, resort luksi këtu dhe shqiptarët pastaj fare. Shkojnë hapen vende pune, vende punë. Po çfarë indian? Ktu ka marrë Voldi indian, s'do marri Kushneri. Po që më kujtove postimin që kishte bërë Federata Shqiptare e Futbollit. Ç'a kishte bërë? Kishte bërë një status. Aha. Në qoftë se po kalon një ditë të keqe, mos haro që Koço Koktima ka marrë një indian për kështu tip trajneri ose ç'kishte marrë. Edhe e kishin bërë si status që Po si, për denigruese për indianin apo për Koçon, s'e kuptoj. Për indianin dhe për Koçon bashkë. Si ta drejtues federatës, si lejojnë këto gjëra valla, si. Ishte shumë. Ua, ku jetojmë shumë ne valla? Edhe këtë është për të çuar në protestë valla. Ore, daje një. Ore, duhet edhe më shumë. Ore, po tamam. Kemi të racizmin, e kemi qejf shumë. Ne kemi valla që pushoni jo me të sulemi tash në protestë. Po, pushoni më me do racizmin, do merren me hallet tona valla. Kjo është e keqe plak. E keqe është plak. Ore, e kemi këtë racizmin dhe e themi kështu sikur Po. S'është asgjë. E ke mbyll gojën. Po, nuk duhet jetë aty të protestës, e ul pak vlerë. Ndodhin shumë. O mirë mi. Gjëni vllajin tuaj tani, mos i bëni këto gjëra. Silluni mirë me njëri tjetrin. Lejeni to tani. Tash është e kuptueshme që në momente kështu turmash edhe adrenalinë ndodh, po që pra nuk janë ndaj shumë, do në momente të vogla, domethënë është krejt normale. Kam pyetje për ty. Po kjo reagimi VIP-ave, si duket kjo situata? Ka një VIP mendje. Domethënë reagimi për keq apo për mirë? Jo, këta që janë ata që nuk reagojnë. Këta që nuk reagojnë më saktë, që njerëzit, më saktë, këta që njerëzit thonë që nuk reagojnë. E po mirë tash edhe reagimi nuk është me detyrim, po s'reagon. Po. E shikoj edhe këtë që ju sulen që pse s'reagon ti. E po tash edhe ajo është pak po. Se është bërë si presion kjo edhe te këto protestat ndërkombëtare për Palestinën që presion VIP-ave, pse ti nuk e nxjerr diçka për Palestinën? Për ledha s'duhet merren fare. Tash njeriu ka, domethënë, ka jetën e vet, ka mendimin, ndoshta ai
është kundër, ku diun. Po ka dhe interesat e vet. Tash Mani Rogën. nuk do jenë 100% njerëzit me të njëjtin mendim. Jo, dakord jam unë, po. Sigurisht pjesë e madhe e këtyre kanë edhe interesat e tyre, se ata gjithmonë kanë bashkëpunuar kështu me projekte, me gjëra, me Po. qeverinë edhe lokale edhe të madhe, kështu që Po që ka dhe njerëz që janë pro qeverisë, që po patjetër. është mendimi vetë. Po Jo, më mirë ta pranoj që jam dhe që zëroj dhe po që jo, ta pranoj. Ditën ta pranojnë, no. Ditën e Që Mani Rogën një ta nga pranoj, ditët s'ka ne e- gjë të keqe. po Mani Rogën. Po ta pranoj no tani se gjë sa i kthehen njerëzve me atë mlef. Nuk i Që kthyen kush i sa? kthehet, Po ja sa mos përmend emra kot, mos ta Noizi kthej. me një apo me dy të tjera. Po mirë, pse do Po kthehesh? jo, ne kam për të përgjithshme që ju usulen vipave që pse s'reagonin. Jo, ajo është budallik, aty jam dakord. Po edhe këta duhet ta pranoj që Mani Rogën këtë molla, pse? Po e pranojnë ata. Jo, mos Për Noizin dihet, po. Jo vetëm për Noizin, për gjithë ata që s'reagojnë. Ta pranojnë olla, s'ka ne gjë të Ata keqe. që s'reagojnë, Ne nuk jemi ka. dakord, dakord. Ose- Ne jemi ky ekip, ne jemi ai ekip. Nuk ke pse e sulmoni një njerëz që Ore, s'do të shiko, reagojë, s'do, tash çfarë të bësh? Nuk është se po bëj dhe unë sikur jam Che Guevara, se s'po them atë thjesht. Mua për shembull personalisht, ore ne që jemi këtu, ç'a njoh unë vërtet, nuk na lidh gjë me qeverinë, olla. Se është kjo qeveri, se është një tjetër në njësoj do jemi. Më kupton? Unë kështu e shoh të paktën. Veç po na mbyllën podcastin në një, ku diun, në një që është më radikal. Po se s'ka çfarë na bëj tjetër, olla. Ose po na hodhi 400.000 euro. Po, këtë 400.000 euro ose problem. E po. Po që ideja është o plak që nuk o beso, ne jemi media lirë vëlla. Ne nuk na plas fare, themi mendimin ton dhe jemi pjesë e popullit o vëlla. Këtë do të them. Leni këta të shiturit vëlla, mos ta dy gojën. Po pra ne nga Shajt. që Nevoja kot. nuk na prekin dhe jemi shumë të lirë, po ka njerëz tjerë që i preken interesat kështu. Dhe janë të shtrenjtë. Dhe janë të shtrenjtë. Po, ka dhe njerëz që nuk është se i preken interesat, po thjesht janë pro Ore, qeverisë. po patjetër. I pëlqen qeveria. Po. Pallati i Kongreseve ishte plot për 35 vjetorin e PS-s. Po mirë më ne as i Shumë. marrin Pa ata janë dhe kështu i marrin dhe me më ftesa dhe me administrato gjëra. burr më. Shiko, e ka janë me E, detyrime aty. Nuk dallohet atje, ajo është tjetër gjë. Shiko, Se pjesë e popullit ajo. Po njerëzit pra kishte shumë njerëz që dilnin, që rrinin atë çerekorshin e parë dhe iknin. Po ama pallati ngele përgjithësi plot. Këta që ikin Po, janë jo. ata që janë nuk duan të jenë aty, se nuk është se të marrin njëri me Gjithsesi zor. nuk është ajo. Emrat i marrin që në fillim. E po janë të gjithë administrato, nuk është aty etalon. po më po janë i- janë Ose janë me administrat detyrime. kushtuar. i dashurisë ndaj vëllezër, qeverisë. nuk ka- Ata janë Pra, i pjesë e partisë. Punon punë shteti, është patronazhist, është partiak. O lalen Sa që do më shumë Ore, mbështetje ke dhe ti shumë për që punojnë partinë. në shtet që shkojnë se janë të detyruar se i heqin nga puna. Po vetëm numri patronazhistëve me nej Po, shokun po. e vet që janë simpatizantë PS-s, nuk është se janë pak njerëz Jo, vëlla, mos që janë shumë normale. E keq edhe të punosh patronazhist. ata e bën me qef. Se imagjino se Spiona. po të vinë një ditë djali, oba. Hajde më tregon ç'a bëje kur ishe i ri. Edhe do ulesh me djalin dhe aty. Ke parasysh. Ne unë baja shënim jetën e të tjerëve. E do i thuash plak, ua, ja këtë ka bërë baba jot. Sa turpo plak. Po mirë. Ndërkohë mund i thuash se isha aty në protest. Me Beson, me Leon. Ore po ti çfarë pret nga protesta që të ndodh? Un pres që të vazhdoj pafund plak. Un dua të vazhdoj shumë kohë. Edhe dua të bëhet ndërkombëtare fare, të bëhet e madhe. Është shumë e bukur kjo që mua më pëlqen o plak, çdo gjë në protesta deri tani. Nuk jam në këta tipa që se bën këtu në rrjetet sociale na çmendën. Jo, çdo gjë bën Po punë. po. Edhe rrjetet sociale, edhe ai posti dhe ai histori dhe të merresh të kohës dhe të thuash atë mendimin tënd dhe ndihmosh të shpërndash informacione, gjëra, hajde mblidhu këtu aty. Ne edhe këto kritikat jo dini bëni selfie kështu po le të Po bëjnë. le të bëjnë ose selfie, të bëjnë çfarë të duan në plak. Thjesht të tregojnë që jemi bashk. Mua kjo më pëlqen, do të tregojnë që jemi bashk, edhe njeri kjo s'duhet të kthehemi më mbrapa plak. Ne do reagojmë sa herë të kemi një padrejti. Kjo është muhabeti. Këtë duhet të kemi ne. E pra, Kjo është kultura qytetare që t'ia lën, është na brezi i ri për mendimin tim se ne nuk e kemi shumë, nuk e di këta të rinë dhe shoh pak si e kanë çik më shumë. E shoh fund pak, nuk e di. Edhe na e kanë imponuar tani edhe ne dhe o vlla, e padrejta na ngacmon o vlla, do dalim në shesh. Po pra kjo do Legena. kjo është e mira që mund të sjellë kjo protestë. Që të futet çik kjo si kulturë, si Si ndjesi, kulturë, që valla, të reagosh si- gjithmonë. si- domethënë, po, valla, gjithmonë s'ka. për gjëra çau reago. S'ka. Se nuk është se pres që të ndodhë gjë kështu konkrete që të ik ky jo ajo njerëz bëhet llaf. Po mirë beso, po të votoj sot. Po sot nuk votohet. Po, nesër.
Pas nëse nuk votohet do thuash se je pler. Po jo më do votohet pas një viti kur janë votimet. Po. Do ket kjo është ideja që pakënaqësia që është akumuluar tani, se normalisht nuk do të zgjasin protestat një vit. Po kjo pakënaqësi që po akumulohet Si do shpreh? Sa do është puna që ta mbajnë mend njerëzit edhe ta shprehin me vot. Po. Domethënë kësaj radhe Aty do jetë e bukur. kësaj radhe duhet të dalin njerëzit për votime. Po. Do sa Do më bëjmë shumë thirrjen votime që të ketë vota kundër që të marrë goditje. Do me bëjmë votime. thirrjen. Do t'i mbledhim. Po jo, do t'i mbledhim. Sa do mbledhim ne? Do mbledhim alla do të themi do Se shkoj. edhe unë vetë për shembull, domethënë siç më ka ndikuar mua kjo protest personalisht, është kjo që unë kam shumë vite që s'votoj. Po? Edhe kësaj radhe më ka Do të votosh më ka frymëzuar keq që fare. dua Po, të shkoj ma të the, votoj, shumë e që bukur. të jetë votën kundër, Po, e bukur, më pëlqen. se besoj e vetmja goditje konkrete ajo është me vota. Do ishte Tani mesazh për i momentin. bukur. Do ishte mesazh i bukur do ishte. Se edhe këto kërkesa që kanë bërë mund të dalë, po okay, ju plotësoj këto kërkesat edhe. Po shiko, shumë arritje e madhe po ti heqim shumicën e votave, se s'kalon dot ligje më. Po mo. Se ai kështu e ka bërë, domethënë kaloi ligjin e paketës së maleve me Ai shumë. tani kalon çfarë të doja. Po çfarë doj. Bën çfarë doj. Kështu që miq, marrni mend të do filloj që tani implantin në trurin tuaj që kur do vinë votime do të shmendemi fare, megjithëse janë lokalet e para, po pastaj janë Ore, kryesor do gjithë që s'ka rëndsi fare. edhe lokalet të goditen. Nesër më shumë miq, nesër më shumë. Po o beso, po sikur të krijohet një pol politik në kjo protestë, sikur Po, të mirë krijohet do një ishte. partia e Partia e Pink Bulevardit. Jo, partia Sa duken kështu si kurva. jo, partia e Bulevardit. Partia e Revolucionit Flamingo më plak. Jo. Pse? Po jo, çka partia e revolucionit. Partia e Revolucionit. Koalicioni, se janë shumë partia Po, aty që marrin pjesë te revolucioni po, Flamingo. Po ja, kjo do dalë nga partia, do të dalë komplet gjë nga shoqëria. Do jetë një parti që bën shoqëria, po Po, do të bashkëpunojmë me ca parti Nuk të tjera. më pëlqen kjo me Flamingo. Pse? S'të pëlqen brandimi i Flamingos tek Jo. protesta. Pse? Po ç'pun ka Flamingo Flamingo aty është 2 herë ka ardhur që Një se zog që vjen po 2 herë ka ardhur se s'ka pas ndonjëherë Flamingo, kanë pa një 2-3 vitet e fundit, 5 Po vite. pse në Divjak nuk ka Sa pas fillon asnjë? të ardh Jo, në shkretët. Divjak është pelikani ka çuar. Erdhi pelikani ai. Po pra, po këta thonë është pelikani Shte ja, Çakurel. vun syrin dhe nuk Divjakët. është- Pelikani ka çurel është në Divjak, Karavastat. Nuk është shpend shqiptar. Pelikani. Flamingo. e. Po çka ka emri Flamingo, të duket Flamingo është ai që rri me një këmbë. Po, Sa sa të bukur që janë flamingët. po bukur shumë mos më bukur. pëlqen fare. Me vërtet, mund të ja, po jesh të shumë bukur bukur. janë, Si hapse bire. As mos më pëlqen. Ua, seriozisht. Hapse mund të bire i jesh shumë the bukur. Flamingo so. E po nuk më tërheq si zog. Ua, më duket shumë i bukur. Po dhe mua më duket Ashtu? i bukur. Po. Po më i bukur o mishë mi është ai se Zankara bukur, no. Ua, çfarë vendi është ai më plak. Po duhet të rregulluar. Kush e? Sa Zankara bukur, no, ishulli. Ore ta I bëjnë për kuaj shembull ai. që mos bëjnë vetëm një resort të madh krye luksoz. Pse se bëjnë si Korfuzi për shembull. Që të ketë hotele të ndryshme, ca më të lirë, ca më të shtrenjtë. Po Korfuzi është shumë i madh o beso. 40 Jo, herë më i dakord, madh po. se Sezani dhe më shumë. Jo, po them si stilo që mos bëj një resort, një tek resort që është krye luks. Bëj një disa gjëra të vogla. dy resorte të vegjël, po që një me i Pa, ai bën projekte madhore, më bën ishull, nuk është se Po, pra, bën një po, resort prandaj në them një që- plazh. Se kur e bën atë, aty e bllokon fare ti, pastaj njerëzit s'o shkojnë dot atje, Pra, jo, pavarësisht është se ai ideja thotë se tjetë diçka e rezervuar për një kast njerëzish, ti aty s'futesh dot Po, fare, pra, ja. edhe sigur të kesh lek ka rrezik. O plak, Jo, shiko, gjërat i gjem për të bërë, thjesht nuk duhet ne të ndërtojmë te ai 20% që është i mbrojtur. Ke 80% tjetër që mund ta bësh çfarë dush ti. Po jo më dhe të ndërtojnë, po të ndërtojnë gjëra që edhe nuk e dëmtojnë natyrën, po që janë edhe Ore, Po afër ta aksesueshme nga- ata mundet justifikohen me këtë më, po do të ndërtojmë një që nuk e dëmton natyrën. jo, po ti dhe aksesueshme nga ne shqiptarët, se duam dhe ne ta Kush Po shijojmë. jo, neri pra, do vit është të natyrën ndërtoj tonë. ty, ë? Jo pra, Kush neri do vit të ndërtoj ty? Po jo të më ndërtoj mua, po që të ndërtoj diçka që edhe unë të kem mundësi të kaloj Po aty, ai të nuk bëj bën, plazh. pra nuk u futet fare atyre lloj. ja më ta projekteve. ta them unë çfarë të bëjnë. Ja ta them unë Ta se ta më, gjej, ne, se thua unë jam ti. stratego, jam Pa. kam ikur kot. Ju më marrin brava. Ore, kush ne të marri në një zonë verim alla? Ti bëj rrugët? Pa ai do plazha, nuk do mal, po kjo. Si? Do plazha, nuk do mal. Po të bëj rrugën Ai deri do në të plazh. vitë
do të vi të parkoj jahtin dhe të ngjiten zbathur deri në mal. Kupton Kush do ti? të gjitet zbathur më, është ngjit zbathur i vanga në. Sa Edhe zanga. si tha, e zbuluam tha këtë kështu. Qa Si e zbulove ti, zbulove po? më e budallaçik. Debile. Zbulove ti. E zbuloi kjo. Ua, një ishu. Po, u Ua, ta i bleu, praktisur. Zbulova po një nga popujt më të vjetër në bot, po. Budallaqe, e kisha Erdhi qefo kjo. më, e ka marrë nata një plerë. Ç'qefo. E kam shkruajt një herë me atë Instagram. Kam goditur një. Jo, jo. godet. Jo, jo, seriozisht e kam marrë shumë i natë vëll. Ajo trajtim, zbuloi një ishull të fantastik. Po miro, shiko, ata janë tjetër dimensione, nuk kapesh dot me ata është. Kur është Oh, ky Joni kush e që di, ashtu i kanë thënë e ke zbuluar. po Po pra, I ka thënë ky Joni, edhe ky ua e ke zbuluar vërtet. Ua, me Sa të dinim marrin? që ishte. Ua, imagjino vërtet do për të jetë. Se kështu duket ky, servil duket ky. Vjen me Me Loni këta të ulet mëdhenj ashtu është, në po. gjunj. Vjen ajo japonis ulet në gjunj. Kur vjen një vanka, Vjen shtrohet tapet. Po direkt valla. Po këtyre Pa dinjitet. Ma, është e bën këtë gjë që bëjnë njerëzit zakonisht. E, që këta ata janë. lart ju përulen e ju puthin këpucët, pas ata që kanë vetë Po poshtë, i ata shtypin keq po. fare. Po jo më, Gjyna. jo më. Jo më tani mi Po se me sheshet siguri janë plot. do t'i trajtoj njerëzit ashtu siç e trajtojnë këtë. Këto e trajtojnë si mut. O ne, ashtu plase trajtojnë. një video na protesta, plase një video, shife më miq ç'a bëhet, më shifeni ç'a bëhet. Tani e ne a fut me magjinë vetë me ChatGPT. Nxjerrë një protestë gabime. Nxjerrë një lajm të syrit e ne. Shime ka gati e ne, shime Po ç'a laj, bëhet. po këto lajmet na i heqin. S'ka, hape Si na jeqin 3 ne. sekonda, 4 Hap sekonda. hap më Instagramin e Nisës. Hap Instagramin e Nisës, tamam, po ke Instagram hapur. Shive ç'a bëhet më miq. Nomi. Nomi. No. Po, plot me njerëz, plot me... Qa është kjo? Nga Çamaria? Çamaria. Sot ishte plot dhe Korça, ha? Ishte mobilizuar dhe Korça. Po, do Sa- një kishin dalë Pse vërtet ashtu ishin, no? Po këdojnë korçaqë. Edhe sa kishin dalë 8 veta. Ashtu. Nisi edhe Po sa. më pëlqeu korça që kishin. Po, ishte mobilizim. O ne mund ta heq, e ke heq besoj. E kam hequr. Ah, okay. Po mos kam bënë protest gabimin. Pse? Ajo duket shumë e vjetër apo. Po, e ne duket e vjetër ajo plek. Çfarë bën kështu? Mi që kërkojmë djetë, s'ka problem. Jo më një ditë më parë E thot. ma. Ah, okay. Jo, se ishte edhe një flamur amerikan aty. Jo, po Ka nga bërë që mirë. pas studentët thash mos kam kap në një nga këto proteste studentëve. Po pse dhe flamur amerikan po val vitet. Po duaj se këta po e luanin këtë kartën që është Ah, anti-amerikane. është anti-amerikane. Po, mediat ndërkombëtare në fakt e kanë pasqyruar sigurisht anti-Trump. protestat në Trump, kur e vërteta s'ka lidhje fare me Po s'ka lidhje. Po s'ka lidhje mos se mund të ishte dikush tjetër, nuk ishte Trumpi, mund të ishte Po janë ca nga Katari në fakt Për çfarë? që do investojnë aty bashkë me këtë. Po pra këto kompanitë që Nuk ishin është- brapa, po dakord. Ajo ishte thjesht fillimi, vetëm sa plasi. Po kryeministrit e intervistat e CNN-i, më plak. Po aty e lëshoi vetëm fare. Është gacaruar. Plak, sa keq më burrë, si e lëshoi vetëm fare o plak. Si tregonte asaj fake news e prit më le të mbaroje. Dale më plak. Është, shiko, se nuk e di me kë po e flisë një ditë. Jo, flisëm me Xinxhin. Ora, është shumë gjë e madhe për shkak të kesh një summit ndërkombëtar këtu dhe të vinë të bëjnë protesta për ty si kryeminist. Se ti imagjino që këtë se duan në vendin e vet, se duam ne këtë legjendin, no. Se është shumë e keqe në fakt. Vjen këtu për shkak Ore, po dali një sekond mos e jek. Rama Ministra, s'ke një media training ti si shkon tash gazetarë CNN-it. Kap, nuk e dëgjon ai. Fjala është që ky ka këshilltarë dhe i ka vërtet ka këshilltar të mirë. Po nuk i dëgjon, del bën kështu thuhet. Bën çfarë i thot Kokë kokën? në korridore që domethënë del dhe bën kështu, si thot koka. Shpulla, e sa duja fuzi shpull. Ja fut ky popull shpullën. Jo dhun. Ja fut me Se protesta. Se ka që thonë që duhet të jenë të dhunshme protestat. Jo, pse të funksionon më shumë mirë. Po. Shumë Edhe mirë. mua më pëlqen shumë kështu siç është dhe thjesht të zgjat sa më shumë. Kjo është protestë të pastron rrugët do. Po, Mbledhin gjërat kur ikin, no. vetëm të Me zgjat sa kulturë, më me shumë. gjëra, bravo. Që të mbahet më deri për zgjedhje kjo. E ardhmë është Atarimi, ndritur. Më pëlqen. Të shohim. Po ma ka dhe duar shumë ato, domethënë nuk janë fare. Ka dhe dashakësi. Nuk është fare pa gjë, domethënë mund të ketë edhe ndërhyrje kështu nga këta
duart e mëdha që flitet lart e poshtë. Po nga kush o beso për shkakun? Thua jemi vërtet në një luftë hibride. Po ndonjë Soros në këta nuk. Po Soros, se po çfarë shumë- interesi Sorsi kanë? është pyse brek me këtë më. Ka qenë, po. Sigur fitoi Trumpi që ky i doli ju lupi Trumpit keq fare. Keq fare. Që filloi fshinte fotot e Alex Sorosit, nuk Sa je unë. domethënë Po. mund të ketë dhe mund të ketë ndodhur diçka mes të dyve, nuk është Po mirë, qëllimi ku është? Është ta rrëzojnë, është të bëjnë Ta heqin. stabilitet. Ta heqin. Çu destabilitet. ta heqin të vend tjetër që kanë të tyren. Se edhe këtë të tyren e kanë, po nëse Po. ky ka filluar, domethënë filloi bënte kështu vickla, e heqin vend tjetrin. Po këtë vën bashën domon. Po se di, ku di un kush është si Sorosi. Aman jo. Ku është basha? Aman jo. Lëre të ngjumë ndë nga është. Po, domethënë këta konspiracionistët e Sorosit, Po. që edhe mund të jetë e vërtetë, s'është fare çudi, që thonë që ka dorë dhe Sorosi. Po. Edhe sikur të jetë e vërtetë, domethënë këdo të sjell Sorosi, rëndësika që kjo protesta, një shumica e madhe e njerëzve kanë dalë për veten e tyre atje. Edhe këdo të vejë edhe Sorosi dhe kushdo tjetër, prapë do dalin këta. Kjo është e mira që tash duhet Po. të mbajtur kjo reagimi që Po. që sidoq të jetë se atje nuk ka për të ardhur një njeri i mirë të bëhet kryeminist, një rob i mirë. Domethënë gjithmonë do ketë kështu, ama sa më shumë të reagojë Po. njerëzit, aq më i përmbajtur do jetë. Shikoj, gjithmonë do ketë shumë, po nuk do ketë njerëz që bëjnë kaq shumë korrupsion valla. Po pa, Nuk do ka ketë njerëz me hapur kaq edhe shumë me kaq skandale. arrogancë edhe. Nuk do ketë zëvendës kryeministra, po flas për Belën tani, për Mikeshën, Po. që ka vilan e emër të tjerëve të. Ore vilat janë gjë më e vogël që kanë. Po jo, valla, po jo, Është po kjo puna është shumë e rëndë. që kanë fuqi të bëjnë gjëra shumë të mira për vendin, të rregullojnë arsimin, të rregullojnë mjekësinë, të rregullojnë turizmin e të gjithë këto fusha, nuk merren fare me këto. Më fal, more, më fal. Unë një gjë nuk e kuptoj, domethënë Hami motor. të vdes vllai. Shiko, domethënë kanë kaq shumë dëshirë të rrinë në pushtet, e kupton, dhe më përdorin manovra nga më të ndryshmet për që ndruar pushtet, përveç se të bëjnë gjëra të mira që të rrinë në pushtet. Më kupton? Domethënë përveç se të bëjnë atë që duhet të bëjnë, çdo gjë tjetër, Po, të gjitha mënyrat e mundshme. ka të ndërhyrje nga jashtë shumë, është Po kush të ndërhyjnë mos rregulloj spitalet, për çfarë të ndërhyjnë? Se okay të ndërhyjnë për këtë rezortin, po ti Spitali- merru me arsimin. E Shiko, kupton? Spitali është shumë kollaj për ta zgjidhur. Po nuk e bëjnë pra. Po jo, nuk e bëjmë pra se s'kan E më përfitime. kupton. Domethënë nuk bëjnë zero gjëra të mira për të votuar dhe kërkojnë votën dhe pastaj bëjnë lloj soi Po manipulimesh. se kërkojnë votën ata, që se të rinë votën në e kanë pushtet, ata. e kupton? Sistemi është bërë në këtë mënyrë që këta votën dhe pushtetin e mbajnë shumë kollaj. investojnë më shumë në propagandë se sa në të bërit të gjërave tamam. Propaganda vazhdon, hidhet shumë lek në marketing. Ti shikon ti ndodh një zjarr, një gjë, gjithë ministrat me videografe në mbrapa burr. Që bëjnë dhe poza këta, ndalon ai një sekond, filloi thotë ai, "Oh, vetë ky të zjarri aty, u thon është Po më. plak është e gjitha, domethënë është një sistem i kalbur që është bërë në vende të tjera shumë para që thjesht u ha akoma se domethënë funksionon akoma se njerëzit janë shumë stresuar se s'kan lek, nuk ju del llogaria, më kupton? Nuk të del asgjë valla. I vidhet e drejta, i vidhet shtëpia, i vidhet toka, i vidhet jeta shumë herë. Më kupton? Po pikërisht pra, Ç'të domethënë bëje? ideja është që nëse këta do kishin bër 3-4 gjëra të mira, 5 po themi, e kupton, do kishin rregulluar 4-5 gjëra të mira, e kupton? Nuk ishte për të qenë kjo protesta këtu për me piknisje zvërnecin kaq e madhe, e kupton? Se nuk do ishin njerëzit aq të pakënaqur sa për të dalë Po, gjithë po, aty në shesh. Po më është kupton? akumuluar për vitesh unë gjë. Prandaj pra po them, domethënë këta nuk bëjnë asgjë të mirë, edhe pastaj çuditen pse ka protesta edhe mundohen të hedhin hiç syve, jo po shpërndahet protesta thon ata atje. Po Kështu nëse ai thotë paftyr vetë që fare, unë po merrem kupton? me Evropën, po bëj pafus shqipinë e Evropës. Gjitha energjiti ka Ore, po shiko. fokusuar aty, mraf pika, nuk ka Jo, kohë për ideja çfarë është tjetër. dakord, Vje me vjell. është duke e bërë atë, po e futura e Shqipërisë në BE është fakt, nuk është se do ndodhi shumë shpejt. Po nuk është për merit të këtij. Ose ku Ai diun. meritin do normal që do ta marrë. Po dakord, do ta marri do bëj të meritën. pamundur Po që ideja të është ngjitet vetëm emri atij.
Jo emri I qeverisë, emri ati. Jo, unë mendoj se nuk do mbahet më për mirë. Unë e mendoj shumë këtu. E di që do ta ti mbas tani nuk intereson. Historia ndryshon. Ja, nuk mendoj. Pas sa vitesh vetëm ajo do mbahet më që ky Rama na futi në Evropë. Se keni pa ju sa lart e mbajnë Fatosnanën tani? Po. Po ç'bëjnë kot Fatosnanës? Këngë, protesta e mjafti. E vërtet. Po tani është burri mirë. Tani burri dhe politikanë më I aftë që ka ekzistuar në një. Po. E bukur ky shembull, I bukur, nuk e kisha menduar ndonjëherë. Jo, historia plak. Ua, imagjino. Është e frikshme. Imagjino të dalim ne të këshinja. Ua, ja, kanë qenë ta legenda do qerosos vetëm e. Se këta se kanë lënë. Ua, sa gjë keqe, do më vi shumë keq, jam plak. Ne do dalim që na paguante greku. Ribejkotis revolucionar. Ne paguan dhe me ushqime dhe na prende kështu sporte na mushte me salam koncert. Ua, imagjino sa keq do vi të jem plak edhe të lexoj kështu vetëm komente. Ja ka legendat. Ta shkatruan prindi dhe mi, do të shkatëroj edhe këtë brez, imagjino, ua, të mërshme burrë, të mërshme. Që në fakt neve më shumë kemi paguar ne grek se sa ka grek që na kanë paguajt ne. Kush o? Ne më si studi. Pse? Po këto grupet që kemi marrë. Kemi lek. Po ne kemi paguar shumë bana greku, asnjë lek bana greku, e vërtet është. Kështu që miq pas 60 vjetësh mbajeni mend të fakt mos na akuzonin për gjëra. Po që mirë, jemi në periudhë të këndshme. Jemi në periudhë të këndshme. Edhe unë them ta mbyllim për sot, kaq kishim. Ne kishim vetëm për donin vetëm të shprenim kënaqësi edhe pozitivitet. Po, vetëm kaq. Mendoj se mjafton si episod, ishte le të bëj protestat vetëm tani, është momenti ata të shprehen më mirë ta protest, ne thjesht e komentojmë dhe donin të bënim një episod të ishim afër jush. Nice mbyllë me protest. Do vim shumë shpejt, kemi ca angazhime, mos harroni miq 11 janar. 11 janar e kisha dhe unë në xhun. 11 xhun qershor jemi me Morgun, unë dhe Besi live dhe me Harkun, me ansamblin e arqeve të Akademisë së Arteve, do luajmë simfonikët. Do luajmë dhe për humor shqiptar dhe për ty më protestues. Nëse do luajmë kundra qeverisë. Do luajmë kundra qeverisë, po. E vërtetë është, muzika jon s'ka mesazhe, s'ka tekste kundra qeverisë, po le të jetë ky një live që do shprehë dhe ai protestën në mënyrë artistike. Kështu që merrni biletat. Pak ka ngelur akoma që janë me çmim të lirë, pastaj të tjera do I merrni të dera. Te Iliriani, My Way. Janë My Way, Ilirians dhe Dua Kafe. Te Dua Kafe s'keni edhe shumë bileta, kështu që nxitoni, merrni këto presele se janë pak më lirë, pini më shumë aty. Kështu që shifemi së shpejti. Miq, faleminderit që na ndoqët, na bëni subscribe në YouTube, na bëni komente në YouTube, na bëni follow në Instagram, share me miqtë tuaj, mos harroni datën 11 mbas protestës te tuneli. Ciao.